viti në Vlorë. Ishte ditë lirie, ishte ditë pavarësie. Festohej dita e flamurit, 28 nëntori. Ka pas kohë kur vetëm në regionin e Sarajevës edhe qytetit, ka pas për mbi 100.000 shqiptar nga Kosova. Këtu ka, do me thënë, prej gjeneratave të fundit, gati 9 gjenerata familje që janë këtu, do me thënë, bashkia shqiptare i përfaqëson interesat e bashkisë shqiptare këtu në Bosnjë Hercegovinë. Sidomos në periudhën e luftës në Kosovë, ku përmbi 35.000 refugjat nga Kosova janë derdhë në Bosnjë Hercegovinë. Ke botu të mbledhje? Po, kam gjithsej 15 vëllime të botuara. 15 vëllime të botuara. Hëra dhe gjatë patriotit, në sofra tona mos ketë ndarje të bashkuar zemrat shqiptare. Me luftu këtë vund barë, me dalë zotroje me barë. Kujtohet e atur të Shqipni. Ha! Po? Që po të gjuhë shqiptor. Për 100 vjetor, po. Kem të përbime tavoline me ketë me mojë. Edhe, Me po të që në vërë të të më mojë në rritë. Do, një që dhja më parti që më ka një rritë. Për këtë rimi që vla e kisha, lafit qoftë besim berisha.